Fillojmë me analizat teknikale të Bitcoinit edhe pastaj të Ethereum. Kleo, po patëm ndonjë mendim këtu gjatë videos më thuj, gjithmonë janë të vlefshme mendimet e tuaja, sidomos tani që e bërë dhe pak day trader, edhe dita kapësh këto momente dhe kthimit të trendit edhe pak më herë se sa unë. Kështu që e bërë më i mirë se sa unë në ca aspekte në hyrje dhe në dalje. Unë do t'jap Faleminderit. Jo, po e bë, është realiteti, kështu që unë do t'jap do të them realitetin. Asgjë më shumë. Lëvizja jonë javën e kaluame që diskutuam të podcasti ishte thyrja e kësaj strukture këtu te 112 dhe 113 dhe këtu kemi hyrë në te kjo zona me idenë që do vazhdonte. Një rezistencë që unë kam përcaktuar ka qenë 116.6 dhe 118 ka kapur këtë zonën këtu, rezistuar, ka ardhur poshtë, ka thyr strukturën prapë dhe këtu ishte momenti për të dalur dhe për të mos rrezikuar më te kjo zona dhe pastaj të presim. Gjëra pozitive për një strukturim të çmimit është që po gjejmë support dhe po gjejmë rezistencë me kësaj trekëndshi këtu. Problemi i kësaj trekëndshi është sepse është një situatë që tregu i Bitcoinit ose tregu kriptos është një situatë 50-50. Sidomos me këto likuidimet, edhe e kam thënë më parë që kjo po duket si një distribution, si një Wyckoff distribution, mund të jeni ta lexoni për këtë gjë. Shikoje. Falso, ulet falso, ngrehet, bën një falso për lart, shitet direkt, bën rritje, pastaj merr vendimin, okay? Do ta marr vendimin shumë shpejt, që lidhet me analizën time të nëntorit, që tregu do të marrë vendim. Tani, i gjë që duhet shikojmë, dhe unë do vej ca alerte këtu, është a do thy prap 108-ën, ndoshta dhe 106 do vej dy alerte këtu. Sepse kjo do jetë një moment që ndoshta tregu kthem për short dhe mbaron mundësia për një long. Longu fillon nga 111 prap. Dhe na duhet për një long të sigurt, se gjithmonë longu që unë prisja ishe që do pozicionoheshe pak më agresiv mbi 116. Kemi zonën tani 115. Por shtrëngimi i çmimit, mënyra se si po strukturohet, është perfekte. Do të shikojmë se si do reagoj tani te kjo zona. Mund të fusi edhe ca të tjerë në falso, që është okay. I gjë që kam përmendur te analizat e mia te kanali personal është që kjo zona e 38 35 ka qenë një zonë që ka gjetur support gjithmonë, ja ku keni këtu support, prap supporting këtu për lëvizje për lart, po u thy kjo zonë, problem te një ditori. Tani do të lëvizjet e javori. Kishte ndonjë gjë për shtu këtu, Kleo? Jo, një të mendim. Nuk Bitcoini unë jam jashtë për momentin. Po. Por ndoshta por i hyra do të them. Po, du të shikoni me shumë vëmendje këtë zonë këtu. Ikni, lexoni për Wyckoff distribution, shikoni se si strukturohet dhe ndoshta një falso finale, pastaj një shitje ose tani merr vendime për lart struktura e dur. Do ta kemi parasysh të pjesë që mund të jetë një distribution. Dhe një arsye pse mund të jetë distribution është nuk ka lëvizur çmimi shumë nga çmimi më i lartë i 1 janarit, kështu që viti është pak a shumë jeni me parat e tuaja. Nuk keni fituar asgjë, nuk keni humbur asgjë. Dhe i gjë që unë do ta kem me kujdes këtu është thyrja e zonës 50 te një javori dhe pastaj kam vërë një zonë këtu që është 44 te javori. Shumë e rëndësishme kjo zonë sepse shikoni, çdo herë që ka testuar këtë zonë, se algoritmet dhe institucionet po e blejnë dhe fillon një trend. Shikoj, e blejnë
e blejnë, akumulojnë këtu, pastaj fillon trendi. Akumulim, trend. Kështu që mu po m'duket Kleo, sikur duan ta çojnë tregun pak më thellë, ndoshta te zona 90, dhe aty të bëhet riakumulimi për një lëvizje deri te 150-a. Edhe çfarë do thotë tu? Kanë bërë 90% profit institucionet. Kanë dalë te kjo zona, e sillin te 90-ja, e çojnë te kjo zona prap dhe akumulojnë këtu për ETF-et, për akumulimin që ato po bëjnë tani si institucione, ndoshta dhe mikrostrategjia për shtetin amerikan dhe gjërat e tjera që po ndodhin. Edhe e çojnë deri aty, e akumulojnë dhe pastaj lëvizja bëhet për 100% fitim deri te 150-160. Kjo do ishte logjika ime, po që mban strukturën te 90-a. Edhe kjo do më sjellë tani te mujori, por duket për mendimin tim sikur do thyet kjo strukturë dhe mund të thyet, kuptohet, ose po mbajti, atë jemi të detyruar që të krijojmë një all time high që tani. Kështu që pandaj kam thënë gjithmonë që nëntori, tani jemi një nëntori është muaj vendimtar sepse tetori do jetë muaj volatile, një muaj që do ketë le të themi paqëndueshmëri, kemi disa javë që shikoj që nga ka filluar në fillim të muajit në shitje, pastaj pak rritje, shitje prap, rritje, shitje, kështu që muaj poshtë lart, po konsolidohet ose po bëhet distribution. Kjo e shpjegova. Edhe distribution mund kemi pak një periudhë më gjatë 2-3 mujore këtu. Kjo është mendimi im dhe është 50-50, është shumë e vështirë për të gjetur animin, por unë do ta gjej me patjetër. Kur vi momenti do ta kapem atë anim edhe s'kemi çfarë të bëjmë. Do na japi vetë tregu mundsinë. Edhe do na qartësoj çdo gjë me një lëvizje serioze me vrull. Mujori rreziku këtu është që po që hym në 100, shkojmë deri te 90-a dhe pastaj thy struktura. Kam diskutuar disa herë që po që shkojmë në 100 ke shumë problem për tregun. Dhe kemi zonën 104 tani për mendimin tim. 105, 104, po thy ajo zonë, keni shumë me probabilitet të lartë që do ulet dhe shkon deri te 90-a. Dhe do na ofrojë një mundësi për një short, po që mban këtu do na çojmë patjetër te 140-150 për një periudhë 2-3 mujore. Sepse do mund të fillojë një trend si puna kësaj këtu në tetor, shtator të vitit kaluar. Shikon, 2-3 muaj rritje, pastaj uljet, 2-3 muaj rritje, uljet. Por kjo rritje s'ka qenë shumë e vrull. Ka rënë dëshira për ta blerë Bitcoinin në këtë zonë. Kjo është vetëm i problem që shikoj unë. Dhe prandaj ja kam frikës shortit deri te 90-a. Ose 88 është zona më eksakte. Këtë po shikojmë për Bitcoinin. Flasim tani për Ethereum, Kleo? Kishe diçka për të shtuar në një gjë këtu, në një mendim, në le të themi. Jo, mendimi im është që mirë është bie edhe pak domethënë çmimi. Mund të kemi mundësi më të mira për të blerë në çmime më të lira. Por unë shikoj më shumë short këtë javë se sa long. Ky është mendimi im. Ti thu që mund të shkojë ndoshta deri te 105, 106 prap. Po, deri aty dhe pastaj do të jetë zonë vendimtare nëse është suport shumë i fortë tek zona 105-106, se pastaj po theu aty do të jemi drejt 90.000 ose 95.000. Po. Është si një tip muri që është vënë këtu, një farë bazamenti që po blihet, ndoshta po blihet automatikisht nga algoritmet ose investitorë afatgjatë. Po kjo, pastaj shkojmë të paktën te 100 që e kemi të sigurt. Që ritestojmë të zonën, që unë kam vënë këtu mujor, javor, struktura këtu. Pastaj shkojmë deri te 80 ca, 90 te kjo zona këtu. Por nuk do shkojmë, shorti është gjithmonë më i shpejt. Edhe do na kapi, do ta kapi kështu shpejt, si lëvizje.
Edhe du të jemi të përgatit që mund të ndodhi dhe një mënyrë të shpejt në treg. Longu gjithmonë do më shumë kohë të strukturohet dhe të japi ty zonat e dura dhe pastaj të vazhdoj për lart. Se do akumulimin. Kurse shorti shesin të gjithë automatikisht me stop loss e pastaj kapën likuidime, gjëra të tjera dhe gjithmonë lëvizje është më shpejt. Okej, flasim për Ethereum tani. Dhe Ethereum pak a shumë identike në anën e supportit të këtë zona, 3.6.000, po gjenë support tu. Ideja ime që hyra të kjo momenti ishte pak herët, sepse lëvizje serioze për mund ishte mbi 4.4.000, dhe prisa një farë dipi që e kam treguar këtu, që prisa një rritje që u bë, hyra pak herët dhe pastaj bëri dipin që u ndola, por ideja ishte një dip me support dhe vazhdimsi, që nuk ndodhi ajo gjë, po vazhdon të konsolidohet tu. Tani struktura e Ethereum po bën dy gjëra. Kemi këtë trekëndshi që po krijohet, por kemi edhe këtë vizën, këtë zonë këtu. Po një breakout si tip kuadrati. Do t'ju tregoj. Kuadrat, shikon? Poshtë lart me në kësaj zone, po kemi edhe këtë trekëndshi, kështu që mund të kemi të themi një katalist që mund ta thyj këtë zonë këtu të 4000 prap, me konsolidim që mund të bëhet pak më i shtrëngum, e thyn në 10 nëntori mund të vi momenti ose në mezi nëntorit, fillimi mezi nëntorit, e thyn gjen rezistencë këtu, ulet, thyn prap dhe pastaj shikoj thyn edhe kanalin njëkohësisht në mezi nëntorit. Këtë ishte le të themi perfekte si setup, për le të themi mund të hapim një pozicion fillestar prap, pastaj një pozicion pak më të fuqishëm këtu, para televizin që kemi diskutuar deri 5700 që ka probabilitetet të shkojë aty. Kemi bullish divergence që duket okay. Mund të vëjmë edhe një vizë trendi këtu që po u thy kjo viza trendit te RSI-ja, probabiliteti rritet më shumë. Dhe pastaj mund të ndërtohet ajo fuqia blerëse dhe rritet fuqia relative e Ethereum në këtë rast. Po këto janë zona që unë kam përcaktuar. Kemi 3900 që po mbajti supportu 3900 që thyet e para, thyet trekëndshi në rënje, pastaj te ke zona 4000, kemi zonën 4200-300 që mund të shtojmë dhe thyet edhe kanali dhe pastaj nuk ka më bariera dhe rezistenca për lart. Vazhdon në trend të fuqishëm. Po u thy këto dy tre zona jemi në probabilitet të lartë për vazhdimsi. Ka është Ethereum, te Javori shikoje, pse është shumë i rëndësishëm Javori, po gjen support këtu. Shikon? Kjo ishte papritur, data 10 tetor që papritur, çdo gjë në treg ushit pa logjik nga Trumpi, që doli për tarifat, por më pas support, rezistencë, po shtrëngohet çmimi dhe jemi te zona 50 me 50 që po i them unë. Po thyu nën 3600, shkojmë te 3000. Po thyu zonën 4200-300 që jemi këtu, shkojmë te 5700. Ndoshta edhe 6000. Sepse duhet vendosi tregu, shumë qartë. Po shtrëngohet ka për të vendosur shpejt, 1 javë, 2 javë maksimumi vendos tregu. Edhe do të jemi të përgatitur për këtë lëvizje. Te mujori, çfarë më ka pëlqyer është që jemi ulur, kemi testuar zonën që unë kam dashur të testoshe, po mban ndoshta një shitje finale, një ulje finale deri te 3500, një likuidim final, support dhe pastaj lëvizje për lart, ishte perfekte. Diçka e tillë, se kam vizatuar, por duhet të kemi një ulje tjetër në fillim të muajit, pastaj një rritje
në bounce, dhe ishte perfekte. Pa cënuar këtë zonë 3000, 3500, 3400, pa thy këtë zonën. Do të na maja të zonë. Dëshira ime për një bull, dhe bullish scenario, do ishte skenar bullish, do ishte që të madhe zonë, pastaj të bjende supportin e dur, riakumulim të fundit, ose akumulim të fundit, dhe pastaj shtyri për lart, do ishte perfekte për bullish, që të vazhdonte edhe themi tredi që ka filluar që në prill. Hapi par, 1, 2, 3, 4 muaj, ulje 2 muaj, ndoshta fillimi i këtij muajit ulje, fillon pastaj me plus, mbyllet deri te 4200, 4300 fundi muajit, dhjetori plus dhe fillon viti me një eufori. Kjo do ishte shpresa ime për skenarin që duam të gjithë, që është alt season, që do fillonte mendojmë nga Ethereum këtu. Do të fillonte. Dete i zveqja mund ta pranoj një dip te 3100, por do likuidonte shumë njerëz, edhe e mira do ishte këtu që të vazhdonte të kishte besim tregu për një lëvizje për lart. 3100 mund të humbet besimi, do përfitojmë edhe me institucionet këtu. Sepse do likuidojnë, do akumulojnë Ethereum për ETF-et e veta, edhe do pozicionohen më mirë, pastaj do vazhdoj tregu për lart. Do të kuptojmë që tregu nuk do ta shkatrojnë. Nuk e shkatrojnë dot, por do bëjnë le të themi lëvizje serioze likuidimesh që të marrin në zotrim Ethereum, të marrin në zotrim dhe Bitcoinin për ETF-et e veta dhe për agjendën që po krijohet tani, që shumë shpejt të dalin ligjet e dura që le të themi të bëjnë dhe digitalizimin e fiat, okay? Është një gjë që po krijohet edhe shumë e qartë. Për të tjerat, kemi pasur Zek që kemi gjetur në Discordin ton, super tregtim kjo. Unë e trektova herë në fillim të zona, do ta tregoj këtu, te zona 40 ca, pastaj dhash edhe këtu zona 240, dhe vazhdon të shkoj për lart. Unë aktualisht kam dalë pak herë te kjo lëvizje, gabimi im. Kam darë dhe disa ide të tjera të Discordi, si MUSDT, që unë nuk e trektoj do sepse nuk kam exchange të MEXC, që është exchange që mund ta trektoje. Ka qenë kjo zona këtu, vazhdon të jetë pozitiv dhe plus. Kishim dhe Trumpi që e kemi ndarë aty si ide. Dhe kjo është te Novice Trader, që është për 15 pound në muaj. Shumë lirë keni për idet dhe mendimet e mia që merrni çdo ditë aty, dhe ja ku e keni Trumpin që në ky momenti këtu e kam ndarë una që $6.30 dhe vazhdon për lart të mbajë supportin e dur, edhe pse tregu i përgjithshëm është i dobët. Okay? Kuptohet që kam tregtuar edhe ca të tjera, për shembull si H-Bari dhe këto të tjera që kanë dalë me pak humbje, po janë humbje të pranueshme dhe jo, të H-Bari kam dalë me fitim, po Fedi kam dalë le të themi me humbje, Avaxi kam dalë me humbje. Kuptoj që jo çdo ide do dali me fitim, është normale, jemi tregtar. E ideja këtu është që mbi 50% probabilitet fitore, rë të mirë, edhe kur të kapi ndonjë lëvizje të mirë të rinë në trend. Shumë e thjeshtë. Prandaj kemi edhe emri e grupit, kemi Trend Hunters, edhe në trend bëni lek. Pjesën tjetër jeni argjoni kohë. Kleo, ndonjë gjë për shtu këtu te kripto? Ja, këto për kriptot këto ishin. Nuk është e kam në i mendim. Ti po momentin ti tani ke hyrë më shumë te tregtimi i Bitcoinit dhe Ethereum apo jo? Je pak më shumë te këto. Më serioze po themi që ti je pak më stabile. Okay.